Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemi duke e komentu kapitullin e editorisë prej Sahihut e Imam Buhariut. Kemi fillu me kapitullin e parë ku Imam Buhariu aty ka përmendur vlerën e dijes dhe ka përmendur dy ajete kuranore dhe kemi bërë një hyrje duke tregu disa prej citateve, prej teksteve që kanë të bëjnë me vlerën e dijes dhe prej dietarëve, prej fjalëve të dietarëve të ndryshëm. Po ashtu në këtë ders nuk do të marrim një kapitull të ri ose në kapitull të ri, por do të jetë edhe kjo një hyrje. Po mundem me ndërlidh me hadithin e parë që Imam Buhariu ka përmend në Sahihun e tij. Hadithi i parë është hadithi innamal a'malu binniyat. Me të vërtetë veprat vlerësohen, shpërblehen, janë të vlefshme sipas niyetit. Dhe kjo është hadith i njohur që dietarët e përmendin në librat e tyre. Në mesën e tyre Imam Buhariu për të parëve që ka përmendur në librin e tij As-Sahih. Dhe duke ndërlidh me çështjen e ditorisë, mundem me thonë se pse kërkojmë dijen, pse mësojmë dhe pse kërkojmë dije. Është një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që do ta citoj, është hadith i frikshëm. Është paralajmërues edhe hadith i frikshëm, i cili tërheq vërejtjen prej të kundërtës së sinqeritetit. Dhe tregon se njerëzit e kërkojnë dijen për qëllime të ndryshme. Kjo është hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam من طلب العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e kërkon dijen që më krenu me dije para dietarëve. Pra nuk e kërkon për hir të Allahut azza wa jall, po e kërkon që më krenu me mjeton tjerë që edhe ky po dika. Ose me polemizu me dije me të paditurit. Shkon te dikush i cili nuk ka dije, edhe polemizon me ta dhe paraqitet sikur se po din. Ose au yasrif wujuhan nas ilay, ose që me kthy vëmendjen dhe me kthy fytyrat e njerëzit ka haj, që më thonë që ky po dika. Jo për hir të Allahut azza wa jall, po domethënë për me kthy edhe me nderu njerëzit, me respektu, me fitu famë dhe pozit tek njerëzit edhe me kthy ato fytyrat e njerëzve ka haj. Çka ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë fa huwa fi an-nar. Ky njeri do të jetë në zjarr. Domethënë njerëzit e kërkojnë dijen, na këtu po flasim për dijen fetare, sepse dija fetare është ibadet. Për dallim prej dijeve të tjera, që kërkimi i tyre, sikurse i mjekësisë dhe shkencave të tjera, shkencat e programimit, të ekonomisë kështu me radhë, ato janë të lejume. Dhe ato mundet që njeriu ndoshta edhe mos me pas njet, ose me pas njet diçka për dunjas. Për ato nuk ka problem. Na kur flasim këtu, po flasim për dijen fetare, që në vetvete dija fetare është ibadet. E nëse nuk e bën jetën e mirë, automatikisht njeriu ka me pas jetën e keq. Nëse nuk e bën për hir të Allahut azza wa jall, te nëse e fal doni namaz, edhe nuk e ki njet që me atë namaz me afru tek Allahu azza wa jall, ose bën pa njet, ose hin riaja, hin shefaqësia, ose lavdidashja, automatikisht ajo vepra është e ajgjesuar, ose me ta, për shembull me synu, ose me synu diçka prej çështjeve të kësaj bote, për shembull nëpërmjet namazit, ose nëpërmjet adhurimeve të ndryshme, atëherë nuk ka problem, bile ka ndeshkim. Edhe dija fetare është adhurim. Është adhurim që nuk bën me pas një tjetër përveç se njëtën për me kërku këtë dije për hir të Allahut azza wa jall. Dhe në këtë hadith pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se njerëzit e ndryshëm kanë synime të ndryshme sa i përket kërkimit të diturisë. Atëherë kur jemi te sinqeriteti në kërkimin e diturisë, dhe se njeriu do të me korrigju njëtën e tij, se apo kërkon këtë dije, apo merr pjesë në një mezhles të dijes për hir të Allahut azza wa jall, apo që njerëzit e tjerë më thonë se edhe ky ke nders, e pa nders. Ose për shembull shkon edhe mëson
diçka përmensh që pastaj njerëzit më thonë se është hafiz i Kuranit ose e mëson dijen fetare për do të dikush e ka synimi më punsu dikon. Qëllimi kryesor i tij është më punsu dikon ose që njerëzit do të thonë lëvdua dhe më thonë ç'ki ka dije, e kish hifz të fortë, e kish marr dituri të madhe. Edhe qëllimi i tij na pra me kon jo për hir të Allahut azza wa xal. Për këtë arsye pra njeriu do të më pas kujdes. Do të më pas kujdes në kërkimin e diturisë. Ka mundësi në fillim të kërkimit të diturisë mos me pas një jetën e mirë. Se kjo i ka ndodhur edhe prej selefit, shumë prej selefit. Ata kanë thonë talabna al-ilma li ghayri Allah fa aba an yakuna illa lillah. Thotë në fillim e kemi kërkuar diturinë jo për hir të Allahut azza wa xal. Mirë po me vazhdimin e rrugës edhe me kërkimin e diturisë ka bërë që kjo dija mos me qenë vetëm për hir të Allahut azza wa xal. Pra, nga një herë njeriu të ndodh ndoshta me hi me një synim ose për dunjë ose për lavdidashje ose për syfaqësi. Mirë, po nëse është i sinqert, edhe nëse ndikon kjo dije tek ai, kam përmirësuar jetën e tij. Për këtë arsye edhe njeriu nuk duhet më brengos as shumë edhe më thonë se pëkqyri vetveten tem, edhe nuk përvrej që e kam sinqerisht për hir të Allahut azza wa xal, atëherë po zbrapsna, edhe nuk po kërkoj diturinë. Jo, do të më vazhdu. Edhe do të më luftu vetveten, do të më luftu shejtanin, do të më luftu ato cytjet e shejtanit, edhe kjo me lejen Allahut azza wa xal, kjo dituri ka më bëu që kërkimi i saj në mes të rrugës me kon vetëm për hir të Allahut azza wa xal. Po me rëndësi është, dhe me thonë njeriu fillimisht kur dëshiron me kërku dituri është me pas një jetën e pastër, se për ndryshe nëse nuk e ka një jetën e pastër, atëherë ai mundi tina ka shku hoq. Ajo vepra e tina është e asgjësuar. Çka do të thonë një jetë e pastër? Çka nuk kupton me pas një jetën e pastër vetëm për hir të Allahut azza wa xal? Njëri prej dietarëve ka emrin Ibn Jamaa. Edhe ky ka thonë حسن النية في طلب العلم بأن يقصد به وجه الله تعالى والعمل به وتنوير قلبه وتحلية باطنه والقرب من الله عز وجل يوم القيامة والتعرض لما أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله. Të gjitha këto që ka përmend janë që hyjnë në sinqeritetin në kërkimin e diturisë. Ka thënë një jetë e mirë në kërkimin e dijes është që njeriu më synu me dijen fytyrën Allahut azza wa xal, kënaqësinë Allahut azza wa xal, me kon vetëm për hir të Allahut azza wa xal. Po ashtu dhe me punu sipas asaj diturie, me ndriçu zemrën e tij, me zbukuru brendësinë e tij, me afru tek Allahu azza wa xal nëpërmjet kësaj diturie, me afru tek Allahu në ditën e Kiametit, dhe me kërku pe Allahut azza wa xal ata që ai ka përgatitur për njerëzit e dijes sa përket kënaqësisë së tij dhe mirësisë së tij të madhe. Edhe thot pastaj wala yaqsidu al-aghrad ad-dunyawiyya. Nuk bën që kërkuesi i dijes në kërkimin e tij të diturisë fetare, këtu po flasim, me sunu diçka për interesave kësaj bote. Cilat janë këto interesa kësaj bote? Min tahsili rriyasa wal jahi wal mal wa mubahat al aqran wa ta'dhim an nas lahu wa tasdirihi fi al majalis wa nahwi dhalik. Thot sikur se që është me arrit famë dhe pozit, prestigj, ose dikush nëpërmjet kërkimit të diturisë synon me grumbullu pasuninë, ose më mbur para bashkëmoshartarëve të tina, ose kërkimin e respektit të njerëzve, ose vendosjen e tina që ata me vendos në kryet vendit, e të ngjashme për këtyne çështjeve, sepse këto janë të kundërta pra me sinqeritetin. Ç'ky është ai sinqeriteti në kërkimin e diturisë. Për këtë arsye, Ebu Jusufi është në një fjalë, është nxënësi Abu Hanifes, dhe ka thonë në një fjalë të tij, ka thonë ja qaum eridu bi amalikum Allah fa inni thotë ndoshta nuk e përkthej, nuk e përcikoj arabisht, por përcitoj vetëm shqip kuptimin e asaj që ka thonë Ebu Jusufi. Ka thonë o njerëz, ka thonë me veprat e juve synoni vetëm Allahun azza wa xal, sepse thotë kur nuk jam ulur në një mezhlis me njetë që t'jem modest edhe i për ullur, vetë se jam ngrit në pozitë tek njerëzit. Njerëzit, Allah azza wa xal ka po që ai për shkak të modestisë, ka synu që mos me kon më i nalë se njerëzit, mos me nënçmu njerëzit, thot nuk i mund në një mezhlis me këtë njetë, përveç Allah azza wa xal më ka ngrit. Thot edhe nuk jam ul kur në një tubim, thot me njetë që jem më i ngritur se të tjerët, thot vetë se jam largu nga ai i poshtrum edhe i turprum. Pra,
njeriu kur të kërkon pra diturin duhet me qenë i sinqert dhe sinqeriteti përmendëm se çka në kupton duke bazuar në fjalën e Ibn Xhamas, njeriu mundet me hi sefasia ose lavdidashja ose interesat e kësaj bote gjatë kërkimit të tina të diturisë në forma të ndryshme. Kajherë njeriu nuk i heton ato. Cilat janë disa prej shenjave që njeriu mundet me vrejt vetveten e tina se gjatë kërkimit të tina të diturisë nuk ka pas sinqeritet, nuk është i sinqert. Janë disa shenja që kanë përmend dietarët. Që njeriu nëse i heton vetveten e tina, le të pastron jetën e tina. Se nganjëherë njeriu thotë në për hir të Allahut Azza wa Jall, edhe për hir që me e largu gjehlin, me e largu paditurin nga vetvetja jam, pa e bën jetë që vetëm për hir të Allahut Azza wa Jall, mënyrë që me largu paditurin nga vetvetja ose nga të tjerët. Se Imam Ahmedi njërin për aty në fjalëve të tina ka thonë, i kanë vetë Imam Ahmedi, çka më sunu njeriu me kërkimin e diturisë. Ka thonë yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghayrihi. Ka thonë e synon edhe bën jetë që me largu pa diturin, ignorancën nga vetvetja edhe nga të tjerët. Njeriu pra mundet me u duk që e ka për hir të Allahut Azza wa Jall. Po mëson për hir të Allahut Azza wa Jall. Po mëson Kur'an për hir të Allahut Azza wa Jall. Po mëson hadithe për hir të Allahut Azza wa Jall. Po prezanton në mezhliset e dijet për hir të Allahut Azza wa Jall. Anë vërtet, nëse e vështron pak më shumë ose mediton pak më shumë, mundet që mos me kon për hir të Allahut Azza wa Jall. Janë disa shenja, janë një 5 shenja që dietarët i kanë përmend që nëse gjenden këtu tregojnë se ky njeri posedon një farë dëshire të mshaft, ash-shahwa al-khafiyya. Çfarë do të thonë kjo dëshira e mshaft? Do të thonë dëshirë për me qenë i nalt tek njerëzit, që njerëzit me respektu, e me bo me gish se ky po din, edhe me synu pra famën e prestigjin e diçka tjetër, ose grumbullimin e pasurisë, edhe ato që ai kanë përmendur Ibn Xhamas që citon fjalën e tina. Cilat janë për këtyne shenjave? Shenja e parë është që, ose para se me përmend këto shenja, do të përmendëm një fjalë të Ebul Hasan al-Mawardi, i cili tregon se çysh hin disa smundje, sikur se syfasia, lavdidashja në zemrën e njeriu. Edhe të kush hin ato më shumë. Thot al-Mawardi. Mawardi është një prej dietarëve të mëdhëbit Shafii. Edhe është interesant çështja e tina. Kjo kon qadhi, kon prej dietarëve të madh, ka disa libra, një prej aty në librave të mëdhëbit Shafii është El-Hawi al-Kabir. El-Hawi al-Kabir është një libër i madh, është i botuar në 15 ose 20 vëllime vetëm në mëdhëbin Shafii. Mirë po, Dhahabiu edhe dietarët e tjerë kur përmendin këtë dietar, kur e përmendin këtë El-Mawardi, e përmendin një rast interesant. Thot Mawardi, kur ka ardhur momenti i vdekjes këtina Mawardit, i ka thënë një prej shërptorëve ose prej nxënësve të tina. Ka thënë, unë i kam shkruar shumë libra. Një pjesë të aty në librave nuk i kishte ekspozuar, nuk i kishte qitë njerëzve ato libra. Thot, afrohet e kun dhe vendose dorën tonë mbi dorën time. Dhe në qoftë se unë jam që japi shpirt edhe dora ime është e shtrëngume, ta shtrëngoj dorën, thot, kalli ato libra. Digji ato libra se si kom bo për hir të Allahut Azza wa Jall, edhe Allah Azza wa Jall nuk i mi ka pranuar ato libra, prandaj s'ka nevojë mi shfaq njerëzve. S'ka nevojë që mi botu edhe mi u tregu njerëzve se çka kam shkruar. Mi po thot në qovë se t'i vren se dora jam të kom shtrëngu, masa nej është liru dora e ime, atëre dije se Allah Azza wa Jall mi ka pranu këto libra, atëre shpalosjo njerëzve, kallzoj njerëzve edhe bëtoj. Dhe me thonë, edhe në fund tregohet se dora tina, kur e ka qenë e shtrëngume, masa nej është liru edhe ai nxënësi tina ka kuptuar që Allah Azza wa Jall ja ka pranu këto libra dhe i ka bo këto libra, për prilimin e këtyne libra, i ka bo vetëm për hir të Allahut Azza wa Jall dhe pastaj i ka shfaq njerëzve. Dhe që libra e tina, El-Hawi al-Kabir, edhe disa libra të tjera, ka një libër në tafsir, edhe disa libra të tjera, dhe më thonë është një prej librave kryesore në mëdhëbin Shafii, që shumë dietar kthehen edhe kanë si referencë këtë libër. Ky Mawardi e ka një libër Adabud Dunya wad Din, tregon për edebin, për moralin
fetar edhe i kësaj bote që ka të bëjë në raport me njerëzit e tjerë. Thot wa qallama tajidu bil ilmi mu'jaba wa bima adraka muftakhira illa man kana fihi muqillan muqassira. Thot rrallë herë gjen njeri që është i mahnitur me dijen e tina dhe mburret me ata që ka arritur prej asaj dije, përveç atij që ka pak dije dhe ka, shumë pak dije, që s'ka fort dije. Pra, kur të sheni njeri që po mburret me vetveten e vet, po thotë në di, ka mësuar kështu me radhë. Dije thotë që ky pakës ka dije. Pse? Në vazhdim thotë, li'annahu yajhalu qadrahu, sepse ky nuk e din, nuk e njeh, domethënë vlerën edhe nuk e njeh atë farë pozitën e tina. Nuk e njeh pozitën e vetvetes. Wa yahsabu annahu nala bid-dukhuli fihi aktharahu. Ky njeri thotë mendon se kur të hynë në një fushë, mëson pak për dijes, sikurse disa për njerëzve që pak lexojnë, ndoshta një libër që lexojnë, mendojnë që e kanë kuptuar krejt fen, edhe janë gjendje me dhon fetfa. Domethënë se ky njeriu i cili nuk e njeh vlerën e saj, edhe mendon se duke hyrë vetëm një aspekt në një fushë saj, thotë, e ka përvetësuar pjesën më të madhe të dijes. Ndërsa thotë ai i cili është i thellum në dije dhe ka marrë shumë prej dijes, domethënë ka përfituar shumë prej dijes, e kupton se larg është fundi i dijes dhe e kupton se sa është i paaftë për me arritur për plotësisht atë dije, prandaj kjo pengon nga vetpëlqimi dhe nga mendjemasia. Sa më shumë njeriu që mëson, aq më modest edhe më i përulur edhe din që nuk din shumë. Ama në anën tjetër, sa më pak që din, sa më pak që ka lexu, ai mendon se e ka rrit krejt dijen. Për këtë arsye Imam Shabi, njëri prej tabiinëve, çka thotë, el ilmu thalatatu ashbar. Dija thotë është 3 pllomba. Pllomba e parë thotë, faman nala shibra minhu shamakha bi anfihi. Ai i cili arrin plombën e parë, thotë e ngre hundë larg nga mendjemasia. Domethënë i duket vetja që ka arrit diçka edhe bëhet mendje madh. Kur të them fillim, dhe shijon pakës prej asaj dijes, pakës merr prej asaj, atëherë shamakha bi anfihi, ky njeriu, domethënë ky njeriu e godet mendjemasia dhe mendon se ka arritur dijen. Thotë kush arrin plombën e dytë, thotë vetja e tij ai bëhet e vogël, i duket e vogël dhe kupton se kur gjë s'ka arrit prej dijes. Ndërsa ai i cili arrit plombën e tretë, thotë s'ka mundësi me arrit plombën e tretë. Larg është. Askush nuk mundet me arrit plombën e tretë, domethënë s'mundet me arrit krejt dijen. Pra sa më shumë që të thellohet njeriu në dije, aq më shumë e din vlerën e dijes, po aq më shumë edhe din edhe vetveten e tina se dija është e madhe, s'ka mundësi me arrit, ky shumë pak din prej dijes, për këtë arsye edhe largohet nga vetpëlqimi edhe mendjemasia. Cilat janë pra, të kthehemi edhe një herë te ato shenjat që bojnë që njeriu, domethënë nëse i vren e din ose e kupton që e ka godit se farsia. Njëna për atyne, kur njeri merret me farz kifaje edhe lën anash farzin ajn. Në dije, sikurse edhe në disa prej obligimeve tjera, ka farz ajn edhe farz kifaje. Çfarë do të thonë farz ajn? Farz ajn që ki për obligim ti edhe unë edhe ai tjetri me di ç'a dije. Do të gjithsesi me di ç'a dije, nuk arsyetuhesh nëse nuk e din. Sikurse besimi në Allahun Azza wa Jall, çështjet thelbësore të akides, besimit, po ashtu edhe çish me fal namazin, çish me marr abdes e kështu me radhë. Për këtë arsye, nëse një njeri nuk e din senet elementare, po merret me senet dytësore. Merret me problemet mëdha të ummetit për shembull. Për çështjet për të cilat s'ka më pyet ato askush. Ose një nxënës i dijes e cila është në fillim të kërkimit të tina të editorisë, nuk ka mësuar senet elementare, mirë po merret shumë me ato që quhen ulumul ala. Ulumul ala janë disa shkenca që ndihmojnë në kuptimin e Kuranit dhe Sunetit, sikurse gjuha arabe, pra merret edhe thellohet shumë në gjuhën arabe, po në anën tjetër nuk e din senet elementare që kanë të bëjnë me besimin, po edhe çish më fal edhe çish më ngjinua edhe çish më marr abdes. Po aki nuk din me bose vesesh dhe mirë,
atje thellohet, ose thellohet në disa çështje, pra thellohet në disa çështje janë farz kolektiv, farz kifaje, ndërsa e lën anash farzin ain. Pse se, domethënë ky njeriu si do të thonë vetveten e vet se unë jam ai i cili di. E unë jam ai njeriu i cili domethënë interesona për dijen, nuk e merr më të rëndësishmën, pa e merr ato më dytësorën që qëllimi i tij është me kallëzu se posedon dije. Pra, kur njeriu e lën anash farzin ain. Senet elementare si din, merret me senet dytësore të dijes, merret me sene të mëdha të ummetit, çështë të tekfirit, filan fizika, ka dalë pe feja, ka dalë pe feja, ndërsa nuk e din çështjet elementare të akides, se çka është mas pari iman, çka është kufër, çka është edhe cilat janë ato rregullat e tekfirit e kështu me radhë, atëherë dije se ky njeri pra nuk e ka kërkuar dijen ose nuk e kërkon dijen fi sabilillah. Po qëllimi i tij ndoshta është më mburr para të tjerëve. Shenja dytë është guximi në dhënien e fetvave dhe nxitimi për mëdhomsim. Kur të shën njerëzit që po nxitohen për me dhënë fetva, atë dije se ai person ka pak dije, po edhe domethënë ka hi si më farlloj aja shahwatul khafiyya, dëshira fshat, më shfaq para të tjerëve. Mi kallëzu tjerëve se unë e di, posedoj dije. Për këtë arsye nëse e gjen veten në një mezhlis dhe përmendet aty një mesele. Mëse shpresë njerëzit me dhënë fetva dhe me mendime të ndryshme, dije se këta janë të dashur me kallëzu që po din. Këta po dojnë me kallëzu që po din. Pra sa më i nxitum që të njeriu në dhënien e fetvave, atëherë kjo nuk ka shenjë mirë. Dietarët e selefit, sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tabiint, janë njerëz që kanë pas dije më shumë edhe kanë qenë njerëz më të devotshëm. Por këta njerëz kur dikush tjetër ju ka mjaftuar edhe ka dhënë fetva, kanë thënë alhamdulillah, ky e ka kry punën, e ka kry obligimin, alhamdulillah që s'm ka rënë puna me dhënë fetva. Për këtë arsye Ibn Abi Mulejk thotë i kom taku 120 prej ashabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në një transmetim është në xhami, ndoshta në xhamit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë, secili prej tyre ka dashur që vllai vet, shoku i vet, alimi tjetër me mjaftu edhe ky mos më dhon fetva. Nëse ai ka dhon fetva, domethënë ky o mjaftu me ata. Edhe ka shpresuar që ai ta kryen këtë obligim, jo që të bie këtina. Jo që të bie këtina. Për këtë arsye Abu Davudi është nxënësi i Imam Ahmedit. Abu Davudi Sijistani që ka përpiluar librin Sunan. Është nxënësi i Imam Ahmedit. Çka ka thonë ky për Imam Ahmedin? Çka kanë thonë njerëzit për Imam Ahmedit që është Imamud Dunya? Imamud Dunya është Imam Ahmedi. Çka kanë thonë Abu Davudi në librin e tij Al-Masail, thotë ma uhsi ma sami'tu Ahmed su'ila an kathir mimma fihi al-ikhtilaf fi al-'ilm fa yaqulu la adri. Nuk muna me numru, thëtë, sa herë kam dëgju Imam Ahmedin, kur u pyette për çështja rreth cilat kishte mos pajtime ndërmjet dietarëve, ka plot çështje që ka mes tyre për to mos pajtime mes dietarëve, dhe kur pyetej për këto çështje thonte se nuk e di. Ai dinte këtu mos pajtime, mirë po ndoshta nuk e kishte marrat përgjigjen përfundimtare, nuk i kishte qartësu ndoshta edhe aja përgjigja përfundimtare sa i përket dhe thonte nuk e di përgjigjen. Thotë në një fjalë të tina, thotë nuk kam pa askën i cili nuk kam pa askën për dietarëve që ishte sikurse Ibn Uyeyne, sikurse Sufjan ibn Uyeyne sa i përket dhënies së fetvave. Askush thotë nuk jepte fetva më mirë se ai. Mirë po, për ta ishte shumë e lehtë me thonë nuk e di. Për këtë arsye, dietari i vërtet, edhe ai i cili është kërkuesi i vërtetë të ditorisë, nuk heziton me thonë nuk e di, për një çështje që cilën nuk e din, ose nuk është për aty në çështje që nuk ka qartësuar atina, për shembull çështja mirë. E din që dikush për dietarëve thotë kështu, dikush për dietarëve thotë kështu, mirë po nuk ka arrin në një përfundim, atëherë shumë lehtë për ta është, më thonë, nuk e di. Abdullahi, djali i Imam Ahmedit, thotë kom dëgju babën tëm duke thonë,
thot, ka thënë Abdulrahman ibn Mahdi, një prej dietarëve të mëdhenj të hadithit, ka qenë edhe hoxha i Imam Ahmedit. Ka thënë, sa'ala rajulun min ahli al-gharbi Malik ibn Anas عن مسألة فقال لا أدري فقال يا أبا عبد الله تقول لا أدري قال نعم فأبلغنا ورائك أني لا أدري. Thot, një njeri nga Andalusi ose nga Magribi atje, nga Maroko, nga Algjeria, në më thonë ana perëndimore e vendeve islame, kjo Magribi kanë thonë këtu një herë, se tash Magribi i thonë Marokës, mirë po këtu një herë me fjalë Magrib kanë pas për qëllim Andalusin, kam pas për qëllim Mauritanin, e kam pas për qëllim Magribin edhe Algjerin, e ndoshta ka hi edhe këtu edhe Libia. Por, në rëndësi, një njeri nga këtu vise, thëtë ka pyet Imam Malikun për një çështje. Dhe i ka thonë, Imam Maliku e ka përgjigj, ka thonë nuk e di. Imam Maliku, Imam Dar el-Hijra, që disa prej dietarëve kanë thonë se kanë vendos Imam Malikun mes meje dhe mes Allahut Azza wa Jall si hujje, si argument që do të thonë, unë i marr fatvat e këtina. Thot, ja Aba Abdullah, ka thonë, çka po thu për këtë çështje? Ka thonë, nuk e di. Ka thonë, ti po thu nuk e di. Thot, kallzoja aty në banorëve, aty në visave të larëve se unë nuk e di këtë çështje. Thot, Abdullahi, për babën e tina, thot, kam dëgju babën tim shpesh herë kur pyetej për çështje të ndryshme, thonte nuk e di. E sidomos, në qoftë se çështja ishte prej aty në çështjeve që kishte mos pajtime mes dietarëve rreth saj. Dhe pastaj kur thonte nuk e di, atëherë kanë të pyesëm, çka thënë, fa in qila lahu man nas'al, qala salu al-ulama wa la yakadu yusammi rajulan bi'aynihi. Kur i thuaj atina, kanë me pyet, tha i përgjigje pyetni dietarët. Dhe rradh herë përmenden një person të caktuar. Pra, njeriu i cili më thonë ka diçka, mundet të pas diçka në jetën e tina, sidomos në kërkimin e ditorisë, është kur nxitohet me dhonë fetva. Edhe nxitohet, dhe më thonë ka qef, me herë si të mësoni me një çështje, me dalë edhe, si me thonë, të dërijis mësimdhanje. Ka qef me konë, dhe më thonë, ka qef në mësimdhanje. Nësë përflasim këtu për çështjet e davetit. Mirë po, për çështje që janë më të thella. Kur e sheh që me nxjespret, me dalë, tash në kohët e sodit, do të thonë me nxjespret tash edhe me i qezu veten edhe me dalë edhe me ndoshta shejtani i bën atina i peshpërit se kjo është fi sebilillah, kjo është për shkak davetit, po ndoshta është një dëshirë e brendshme që me dalë edhe me thonë njerëzit se filan festeku edhe me arrit viewsa, me arrit lajka, viewsa, followersa, e kështu me radhë. Dhe me thonë me u bën njoftën tek njerëzit. Për këtë arsye, në fillim të kërkimit të diturisë, dietar porosisin që njeriu edhe mos shfaq, nëse ka dikush tjetër përveç tina që ja kryen atë farzin kifaje, bën davet ose domethënë mos shfaq vizualisht. Vizualisht, domethënë se jo mos më bëu davet. Se davet e ka secili për obligim në formën e vet aq sa din me u bë davet familjarëve, njerëzve të tjerë, shokëve të tjerë, aq sa din. Mirë po, kur e shoh që ka qenë një kanal edhe po jep fetva, po jep ashtu, dije që ka diçka. Për këtë arsye Sahnuni ibn Said, një nga atyre dietarëve të Maliki, që ka ardhur prej Andalusit tek Imam Maliku, thot ajsaru an-nasi 'ala al-futya aqalluhum 'ilma. يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم يظن أن الحق كله فيه. Thot njerëzit më të guzimshëm në dhënien e fetvave janë ata që kanë mas pak të dije. Njeriu thot zotron vetëm një kapitull, veç një kapitull që ka marrë për dijes dhe mendon se e gjithë e vërteta është aty edhe e ka marrë këtë dijen. Domethënë Sahnuni ibn Saidi. Dërsa Imam Ahmedi ka thonë, po duhet të citoj një fjalë të tina për ata të cilët dëshirojnë me dhon fetva, mufti. Thot la yanbaghi lirrajul an yu'arrida nafsahu lilfutya hatta yakun fihi 5 khisal. Nuk i takon edhe nuk bën që njeriu me dhon fetva përveç se duke pasur këto 5 cilësi, Imam Ahmedi ka thënë. E para me kon an takuna lahu niyya, me pas niyet, pra të jetë i sinqert
me Allahun azza wa jall. Jo më shfaq para të tjerëve, po me pas dëshirë që me këto dhënie të fetvave më afro tek Allah azza wa jall. E dyta, an yakuna lahu hilmun wa waqarun wa sakina. Këtë qetësi, butësi edhe urtësi. Sepse nëse është i nxitueshëm edhe zemërohet dhezës shpejt, atëherë ky njeriu është rrezik me gabu. Pra do të me pas urtësi edhe qetësi. E treta ka thonë an yakuna qawiyan ala ma huwa fihi wa ala ma'rifatihi. Në koni fort në ato çka e njeh dhe e din. Pra me ditë mirë ato çka po pyetet. Jo vesh me lexu ashtu si lexim të shpejt. Mirë po me kon me pas dije të thellë rreth asaj çka po pyetet ai. El kifaya, ka thonë me pas mjaftueshmëri materiale dhe pavarësi nga të tjerët. Që do të thotë, mas mirë dhe është mos me pas nevojë për të tjerët. Se ndoshta kur ki nevojë për të tjerët, ki nevojë për që dikush më dhon diçka, edhe nuk ki pavarësi materiale, tash ai Imam Ahmedi këta ka thonë kjo është më e mira. Atëherë është rrezik që kur vjen ai pasaniku asaj tjetri, ndoshta ja fetvon qysh i shkon për stati atina. E kur i pavarur, e thot vërtetën edhe nuk tanin që thënë të na. Domethënë nuk tanin. Për këtë arsye, ka thonë është mas mirë me pas edhe mjaftueshmëri materiale, domethënë edhe pavarësi materiale, mos me pas nevojë për dikant tjetër, edhe e pestë ka thënë Imam Ahmedi, njoftja e njerëzve. Domethënë me njoft njerëzit. Çfarë do të thonë me njoft njerëzit? Me njoft gjendjet e tyre, me njoft zakonet e tyre, me njoft çish mendojnë ata, çish e perceptojnë realitetin, me njoft pak a shumë dredhit e tyre. Se njerëzit nganjëherë mundën mo ta paraqit pyetjen ty në asnjë mënyrë që ata më kërku që më ja lejuti. Pra me pas me njoft njerëzit mirë. Jo vetë gjithmonë me pas mendim të mirë për njerëzit se mashallah këta janë që nuk bojnë dredhi. Ja, njerëzit e ndryshëm kërkojnë ndonjë dhënie të fetvas, pyesin për diçka, qëllimi është që më ta pruç aty punën që ti më thon bën, është e lejuar. Thatë për këtë arsye, njeriu i cili jep fetva, ka thonë Imam Ahmedi, do të më njoftë edhe njerëzit. Do të më njoftë edhe njerëzit. Kjo është prej shenjave, domethënë të jo sinqeritetit në kërkimin e detyrisë. Kur nxitohet njeriu pra në dhënien e fetvave, prej shenjave të tjera është pasioni i madh, me pas qef, me mësu mendimet e çuditshme. Edhe mendimet e braktisura për dietarëve. Janë disa mendime shadh që quhen. Ato dietarët i kanë lënë, kanë thonë janë gabimet e dietarëve. Ai dietarë u mundu me arrit të vërtetën, mirë po nuk ka arrit, se ndoshta si ka ardhur argumenti, ka kuptuar argumentin, edhe dietarët nuk e kanë pranuar mendimin aty. Nëse njeriu i merr këto librat e mëdha, që i kanë përmend mendimet e ndryshme të dietarëve, gjon aty diçka, do një mendim. Pa dietar thonë nuk është mirë më përmend se kjo është mendim i gabuar. Tash më shku njeriu edhe me lexu që to më thon njerëzve, a di çka, gjeta diçka që kërkosh për hoxhallarës është që na ka kallëzuar. Është mendimi që. Pastaj për disa mesele që kanë thonë dietarët, se ato mesele, domethënë kanë vdek, në periudhë kohore janë kon, nuk bën më shprush edhe një herë. Nuk bën edhe më gjallë edhe një herë. Për arsye se shkaktojnë fitnet e njerëzit. I janë përfunduar ato mesele. Domethënë dietarët gjinin në për libra. Mirë po, dietarët kanë thonë se nuk bën më përmend ato për arsye se ose janë kon për një periudhë caktuar ose janë kon për çështje, domethënë rrethana të caktuara dhe nuk bën njeriu më i ngjallë edhe një herë ato. Këto dietarët e dinë cilat. Tash më ardh një njeri edhe më duk interesant për shembull një mendim e dietarëve. Olla ndëgjova një mendim, sa interesant. Edhe më ardh me bë kohë dietarët se hoxhallarët më thonë çfarë të mërmeni për qëta. Ajo është mendim i izolum, është mendim i praktisën. Tash mi marë edhe një herë me qitë edhe me, dhe më thonë edhe mi rinjallë ato, dhe më thonë kjo është shenjë se aj po do më shfaqë para tjerve se po din. Po din, është shenjë se aj, dhe më thonë atina ka hi surfacia, pse se po do me kallëzu që une di mendime, dije që as hoxhallarët nuk i din. Hoxhallarët i din, disa për tyne i din ato, po qëllimisht nuk i përmendin.
se ato janë mendimet e izoluara, jo mendime shawad që quhen. Mendimi shadh është ai që është përmenda, domethënë që janë gabimet e dietarëve që disa prej dietarëve për shembull kanë dhënë një mendim të caktuar, po nuk i ka arrit argumente dhe kanë thënë që ky nuk më mund përmend para të tjerëve, se mund me shkaktu fitnë edhe keq kuptime. Pra kur të gjon njeriu vetveten e tij që veç është duke hulumtu kësaj mendime, ose dikush për shembull i cili është prej atyne kërkuesve të hadithit, ose i cili prej njerëzve të cilët e studion hadithin. Çka bojnë disa prej atyne të cilët ju ka hi shefasia në vetveten e tyne sa i përket haditheve. Çka bojnë? I mësojnë isnadet e haditheve garibe, haditheve dhaife. Edhe vinë edhe për shembull paraqitet para njerëzve na ka treguar filani festeku. Ti mund të mësu ato isnadet e Buhariut, e Muslimit, edhe ato pse nuk kërkuat tash, mirë po nëse po themi kushtimisht që një person për shembull po don me mësu përmesh edhe isnadet, ato senedet, vargjet e transmetuesve të haditheve, lemson sakta. Jo më shku atje me gjet atyne të mawdhua, atyne të që janë shumë që janë garibe dhe veç ato më mësu edhe me ardhmë krenu para tjerëve, çka dijon. Domethënë, kjo është një shenjë që personi i tillë ka diçka në zemrën e tij, i ka hiaja dëshira më shef për mu shfaq para të tjerëve. Prej manifestimeve që të jo sinqeritetit është sulmi ndaj kundërshtarit dhe krenaria me pasust. Në një çështje që është diskutabile, për shembull një çështje që ka khilaf, ka mos pajtime ndërmjet dietarëve, kur dikush tash e ka një mendim, edhe atë mendimin e tij e ka konsideruar të prerë që s'ka mo diskutim ta. A në vërtet ka diskutim ta, është çështje e fikut. Mirë po bën çështje që, domethënë, kush është kundër çatina mendimit, ai person, domethënë, është kundërshtar ose i Sunetit ose ka dallash, ka gabim e kështu me radhë. Kur Sulejman është për kundërshtarin, për çështje që janë diskutabile dhe krenohet me pasues të vet, krenohet se që unë jam me pasues të mi, atëre, kjo është një prej atyre shenjave që fillon fistikut i ka hi shefasia. Domethënë kur e kundërshton fort kundërshtarin, krenohen me dhe kjo është prej atyre shenjave të fanatizmit edhe grupacioneve. Njëna prej i përmendi disa fjalë dhe me këto inshallah do ta përfundojmë këtë ders, disa fjalë të dietarëve që flasin për sinqeritetin në kërkimin e ditorisë ose për jo sinqeritetin dhe disa peshanjeve të tij. Thot Ibrahim ibn Adham, thot ma sadaqallahu abdun ahabba al-shuhra. Thot kam dëgju njëri prej Talutit, thot e kam dëgju Ibrahim ibn Adham, thot asnjë rob që do famën nuk është treguar plotësisht i sinqert me Allahun azza wa jall. Çdo njeri i cili synon famën, me koni famshëm, që njerëzit me gishka ai, me tentu me koni famshëm, sidomos në kërkimin e ditorisë, nëpërmjet ditorisë me koni famshëm, u boj famshëm, me boj njoftëm, atëherë thot dije se ky njeri nuk është i sinqert me Allahun azza wa jall. Një fjalë të Hisham ad-Dastawai dhe pastaj një fjalë të Dhahabi dhe me këta për mbledhje. Hisham ad-Dastawai është një prej dietarëve të mëdhej, një prej tabi'inëve, nxënësi e Abu Qilabës. Ky thot wallahi ma astati an aqula anni dhahabtu yawman qat atlubu al-hadith uridu bihi wajha Allah. Domethënë njeriu i cili e din vetveten e vet. Edhe e gjurman edhe hulumton çështjet e brendshme të tina, çështjet e sinqeritetit, çka ka thonë kjo? Pash Allah thot, nuk muna me thonë se ndonjëherë kanë dalë për me kërku hadithin duke pasur përletësisht ftyrën Allah të azza. S'muna ka thonë me thonë që një herë jam dalë edhe kom pas fisabilillah kërkimin e hadithit. Pra mendoj, do të thonë çaq shumë e ka gjyku vetveten e tina. Edhe ka qortu vetveten e tina se sipas tina, do të thonë asnjëherë, sipas meje, s'muna me thonë që e kam pas për hir të Allahut kërkimin e hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se kjo të kallëzon se sa është e vështirë, do të thonë sa është i vështirë sinqeriteti në kërkimin e ditorisë, sidomos në
në kërkimin e haditheve, se kërkimi i haditheve, kur njeriu kërkon hadithe, shkon te një hoxhë, mëson hadithe për më, kështu me radhë, masanej vjen edhe krenohet para të tjerëve, duke kallëzuar se kam e di na ka treguar filanin nga festeku edhe më kallëzuar më thon të tjerë se ky po dim për mend se ky pas ka mësuar hadithin nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dietarët e selefit e kanë korrigjuar vetveten e vet edhe e kanë ditë, kanë thonë s'muna më thon asnjëherë që për hifri se bile la kanë kërkuar hadithin, që i bie edhe diturin përgjithësi. Çka thot Dhahabiu kur e përmend këto, thot Dhahabiu wallahi asuhun s'muna më thon. Dhahabiu është njëri prej nxënësve të Ibn Taymiyes. Ka një libër si Al-Alamun Nubala, ka shumë shpe librave. Mirë po thot wallahi asuhun s'muna më thon që e kum kërkuar diturin për hir të Allahut azza wajal. Pastaj çka ka thon? Thot selefi e kërkuan dijen për hir të Allahut azza wajal, për këtë arsye Allah azza wajal i ngriti dhe i boi imama dhe shembull që njerëzit masanej i ndoqën ata. Njeriu kur të kërkon dijen për hir të Allahut azza wajal, Allah azza wajal e ngrit ata, edhe bën imam. Thot disa prej selefëve, kjo është një grup i selefëve. Thot disa prej tyre e filluan kërkimin e diturisë jo për hir të Allahut azza wajal, mirë po pasi që hyn në kërkimin e diturisë, u zgjuan nga gafleti, e morën veten në llogari dhe dia ju zej ata që drejt sinqeritetit. Domethënë ka pas prej selefëve që prej tyre është përcjell pe Abdullah ibn Wahb të tjerëve që thotë kemi kërkuar dijen jo për hir të Allahut azza wajal, masanej na drejtoi dia drejt sinqeritetit. Domethënë një grup prej selefëve thotë kanë qenë kështu. Ka përmend masanej edhe disa prej fjalëve të tyre dietarëve, thotë një pjesë e njerëzve thotë e kërkuan dijen me një të prishun, për dunjë, për poste, për lavdrimet e njerëzve, dhe aty na takon ajo çka kanë synu. Këta njerëz thotë nuk u ndriçuan asnjëherë me dritën e dijes edhe shpalljes. Nuk kanë ndikim të vërtetë në zemrat e njerëzve dhe dijes tyna i mungon fryti i veprës. Tash thotë ka edhe të tjerë që kanë fituar dije dhe kanë marrë poste, po masanej kanë bërë zullum njerëzve, kanë hyrë dhe kanë bërë gjunahe. Ta njerëz domethënë kanë mësuar dije, kanë fituar, kanë marrë poste, kanë arrit grada, kanë marrë poste të ndryshme, po masanej ju kanë bërë zullum njerëzve. Masanej kanë rënë gjunahet më të mëdha, po aki kanë rënë haram me kohë të mëdha. Këta nuk janë dietarë të vërtetë. Disa të tjerë thotë nuk e patën frikën në Allahun azza wajal, në dijen e tij dhe përdorin dredhi fetare, dredhina, dhojnë fetva duke kërku vetëm lehtësime dhe i përhapin ato farë mendimet e izolume që i përmendëm më herët. E të tjera thotë u treguan edhe më të guximshëm ndaj Allahut azza wajal, thotë shpikën hadithe edhe gënyen edhe rrain gënyen në emër të fesë. Thotë të gjithë këta që i përmendëm, domethënë janë pe njerëzve që kanë pas shumë dije. Kanë pas shumë dije, po kategori. Ndërsa thotë mas ty në erdhën njerëz të tjerë të cilët nuk janë dietarë të vërtetë. Po se dojnë pak as me dije, po mendojnë që shumë kanë marrë dije. Ma pas thotë erdhën njerëz që vetëm u lidhën me dijen në pamje të jashtme. Nuk zotrojnë pe dijes vetë se pak. Megjithatë, krijuan përshtypjen se janë dietarë dhe njerëz, domethënë të vërtetshëm. Prandaj madje nuk e kishte shkuar kur në mendje se dija është mjet për të mu afruar tek Allahu azza wajal. Njëna prej aty në arsye është se nuk kishin parë shembuj të mirë të dietarëve për të ndjekur ata. Prandaj o bon njerëz të zakonshëm thot pa orientim, kulmi i angazhimit të disa prej tyre është që të grumbullonin thot libra të shtrenjtë në raftet e dyne, të hapnin her pas here, të lexonin prej tyre pa kuptim të thellë, duke gabuar në citime dhe duke qenë dhe pa qenë në çëndje ti shpjegonin ato libra siç duhet. Këtë arsye në fund të përfundon Dhahabiu këtë fjalë, thotë siç ka thënë njëri prej atyre urtagëve, prej atyre të urve, ma ana alim wala raitu aliman. Thotë unë nuk kem dietar, as nuk po një doni dietar vërtet. Ai e fol këta, domethënë në atë aspektin që domethënë ku kanë arritur një pjesë e njerëzve, se dietar ka, alhamdulillah, ka shumë dietar të Ahlusunnetit, ka shumë dietar, mirë po ai ka tregu shumë prej atyre që ka pa Imam Dhahabiu në kohën e tij, se në kohën e tij ka qenë Imam Ibn Taymija, Mizzi e tjerë që Dhahabiu ka folur për ta, domethënë ka ngrit edhe ka përdorur lëvdata të mëdha për ta në librat e tij.
Mirë po flet për një pjesë të njerëzve të cilët pak kanë arrit, po edhe nganjëherë i thojnë vetës janë dietarë se kanë dije, pa në vërtet nuk kanë dije as kuptim as diçka, po edhe kjo dije nuk i ka afruar me Allahun azza wa jall. Me kaq po përfundojmë, sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.